Ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Deri në fund të kësaj dekade do të jetë 30%. Çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë. Në këtë qëllim të qeverisë për pavarësinë energjetike dhe shndrimin e vendit në eksportues, kryeministri Edi Rama thotë se në Tropoj, brenda 12 muajve të ardhshëm, pritet të nisë prodhimi i energjisë elektrike nga ERA. Në harkun e 12 muajve, ky park të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Kreu i qeverisë tha se parku është finalizimi një pune 2 vjeçare me këtë kompani, teksa shtoi se korrupsioni nuk gjen vend në këtë projekt e për këtë ishin dëshmitar amerikanët në sallë, duke përfshirë këtu edhe të ngarkuarën me punë Nancy Van Horn. Fjala korrupsion është si ato këpucët e modës. Në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që të ketë shprehur një rezervë të njëjtën dëshmi mund ta japin faramirë amerikanët që kemi këtu nga ana e sektorit privat, bashkë me të tjerët, përkundrazi e kanë pasur qeverinë në krah. Nga ana e saj, zëvendës kryeministri, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, theksoi se sektori energjetik luan rol kyç në rrugën europiane të Shqipërisë. Ne nuk po ndërtojmë thjesht projekte për të sotmen, ne po ndërtojmë themelet e një sistemi energjetik që do t'ju shërbej dekadave që do të vinë, do t'ju shërbej brezave që do të vinë, një sistem që vendos në qendër qëndrueshmërinë, furnizon ekonominë dhe na afron çdo ditë e më shumë me objektivat tonë europiane. Përfaqësuesi i kompanisë investitore amerikane vlerësoi bashkëpunimin mes kompanisë së tij dhe qeverisë shqiptare për projektin e parkut të energjisë rinovueshme me erë në Tropoj, që do të ketë kapacitet 600 megavator.